Qysh mujti miron nënës ti plok baratina se paska deshti, paska thërë zemrat shumë. Unë kom qef me dit a është jemi, qaj djollë a është i të tërkuja tina. Unë ka ro atëherë plumi këto një me 2 gjyksa, edhe më ka dollë për më shkëni në shpinë tjetëri, edhe më ka rej me alti kres. Idrizi Orën ka godit 8 herë në kry. Idriz Alia, i akuzuar për vrasje të rënd të mbetur në tentativë ndaj bashkëjetuesës së tij, doli sot para gjykatës. Ngjarja kishte ndodhur në gusht të vitit 2024 në fshatin Bresje të Fushë Kosovës. Para trupit gjykues, i akuzuari Alia tha se e pranon fajin pjesërisht. A ndihesh faktor, a pëndohesh për ato veprimet që po të akuzon prokurorja? Për ta? Po, Nina pjesërisht që krejt. E dëmtuara Sherife Tahiri dha dëshminë e saj, ku e nisi duke treguar se çdo ditë është duke u kërcënuar nga djemtë e të akuzuarit. A ke pas shqetësim prej dokullët? Se unë jam njoftu dje për në pas të cilë ti. Po, në përqe. përqe. Cila ka qenë arsyeja që ti ke Arsyeja? A ke pas shqetësime prej ti kuj? Po, non-stop familjes tem i kanë shku të shtëpia, i kanë qenë gjendë çdo ditë, tu i thonë, na kena misulmu ato si del për jatujt, nëse edhe në bëmen tem, edhe ka thonë për djallin, gjithçka asë është më i sigur djalli, asë lasnia, asë këkush që ditë si deni o të baba jam. E dëmtuara vazhdojnë dëshminë për ditën kritike se si kishte ndodhur raste. Edhe na shku drejt pazarit, edhe na dal me djalin në për pazar, edhe ty blej dësene, edhe kur na kthy në anën e tjetër të pazarit, djali më ka thënë çfarë mam koshon atëje. Kur e kum kthy kryt, e kum pa Idrizin. Edhe ka ngri kapuçin çështo, edhe ka çu dorën të altia. Unë e kum ditë çka do më bën, edhe unë e kum thënë djalit mos u tut se kur s'ka problem. S'kum deshmi që të sot djalin. Edhe i kena ka përci semaforët, 5 hapa për të semafora, e ka thirr djalin ta me do art. I kom thonë mos u kthe, edhe djali u kthy. Kur u kthy e ka kqyr, ja ka pa altin dorë. Edhe unë ty desh më kthy mi kqyr djalin, unë ka ro namën e gjatë shpinja se më ka ro me plumin e parë. Kur jam kthyr me thirrë do art e mi kqyr kua, kur unë ka plumin se veç e kom nisi më ka nxejt trupi. Kur jam kthyr se s'kum pa kohë që veç kom kqyr pe do art e kur më kthy kështu, unë ka ro atëherë plumi këto një me 2 gjyksa, edhe më ka dal për më shkëni në shpinë tjetëri. Atëherë kum desh me ik. Edhe kur e kum thirrë jam ka të ik, unë ka ro tjetëri plum këto në këtë krahën e shmajt, edhe më ka dal këninaj. Atëherë jam rëcu për trupe, kam lyp në dim, kam thot kush më në animu se jam tot për djalin. Edhe të jarë dhe i herën kur jam rëcuane, unë ka rruk në dorën këto, vesh për të kinë kështu plumë, edhe unë ka rruk këto tani, to kam të shpunë anë për te, unë ka rrukën këta në këto. Edhe unë apet këm thirë sa ku mujtë qenë më më mu, edhe Idrizi ma ka kop dorën e djatë, edhe më ka rej me alti kres. Unë e ku menu se është një njeri tjetër, dikush po më jep ndim, Idrizi Orën ka godit 8 herë në kry. I përmendet 4 shkrepje me armë zjarë në trupin e juaj. 5 janë. 2 janë vërshto, 3 janë të hyrëse. Ka pas qëllimin me mbra, se mu më ka thonë, nërështë djali më ka thonë, një për vetë ko dëshmitar, se më ka thonë, ka me të bra. Po, ky rasti për cilën jemi sot këtu, si pas juve, pse ka ndodhë, cila ka qenë arsyeja? Po të thirë një aronat tjera, se the ke po të thirë tjetër kush, ti në zameje. Me këtë kuptohet nga xhelozia, po? Po. Kur, për të parën herë, ja ke pa armën në dorë Idrizit nëse ja ke pa. Jo të samakurat, jo vesh për të kalëzaj se Idrizit pa orë, asë për kemë se ka lupa altija pa të shka, se me mu ka urtu gjithë. Gjithë mu me orë, altin, kemë ka të. Fytja jemi, nuk ka të bëj, po unë jam të vetë kur për të parën herë ditën kritike e ka pa para se me ka plumë. Qatë ditë? Une kalësuva asë një herë se akum po altin. Mu me kum po altin, Idrizit se kum po të jorë mas me jemëm që të Se kontestojnë në vishë të kredibilitetin në sajtë, se pas ka pa armën por. Dhe atëherë pas ke plagus ti, se pas në ditë. To të akuzora, ki pyetje për të dëmtuarën dëshmitare, ki me parashur? Kisha me pyet sherën, se më falë se 15 vjetë i këmë sherë e sherife. Qka ka posë dhe unë për meje? Vështë e një unë edhe shpëni, unë edhe shmë më tërgut. Kam përgjitje
E din krejt policia, gjykatat e din sa më shku policia rreth, në stremu e procesin më shku. A bon me qatë dëshmi me qitë për para edhe me ditë kur e ka dëshmi, si ku më bëdër dhunë fizike, si ku më bëdër në herë dhunë fizike ndaj shku. Ajo është rast tjetër na i... E ku më thonë sherifes për qatë djallë, jena ku 2 burra bashkë, 3 vjetë gjimë. Unë kom qef me ditë a është i jemi, qaj djallë a është i të tërkuja tina, a i si kun lidhe, ja kum që njerin. Ka thonë djalli nuk është i jemi, kom thonë hajde e bujmë analizat. Djalli pa babë nuk mërë me metë, unë djallin e di se kom temin. Edhe hish më skufti jemi, dhe 18 vjetë, unë e kom... Na vesh të kuj, si të fjallë, vesh i qëmë. Vesh i fjallë të kuj. Dhe 18 vjetë, qaj djallë, dhe ti bo 18 vjetë, unë investoj për to, edhe me a bo analizat o jemi kërështë. Vesh deshta mi thonë që atë fjallën si e thaj Drizi. Nëse ka cejkë për djallin tem, unë e kurse du të që ku i ki dëshmitor krejt, për e ta baj analizë se e di djalli kuna ashtë. Nuk është taj djalli i Drizit, shanë s'ka me dokumenta ta pi babën e ti për para kusha baba. Shanë s'ka me dokumenta. Edhe zënja gjykote, që se ta i Drizi e ku më respektua dhe respektej dejnë 18 vjetë djallin. Faleminderit krejt tana. Vesh kur e ka respektu i Drizi djallin tem e ka desh qa ka të shumë. Qysh mujt i miron nënës ti plok baratina se pas ka desh ti pas ka therë zemna të shumë. Qysh mujt i mi adot nënës ti 5 pluma, unë që të muk pe kuptoj, qysh ka që kja, mi adot 5 pluma edhe pëjdojsh e qatë mi.